Këtu kanë ndryshuar relacionet krahasuar me samitet e mëhershme. Në rastin konkret, për NATO, tani më dihet se çështja e sigurisë, atë që thash fillim, nuk është vetëm çështje e reagimit ex post, pasi të krijohet konflikti, po si preventiv. Gjithsesi, rreziqet për vetë Bashkimin Evropian janë gjithnjë më të mëdha në aspekt të sigurisë. Edhe samiti i fundit i NATO-s, i cili pritet të mbahet në 25, ku do të vijë edhe presidenti administratori dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fillimisht do të ketë takim me kryetarin e Këshillit Evropian dhe të Komisionit Evropian dhe normalisht pastaj do të vazhdojë edhe samiti i NATO-s. Për shkak se tani këtu duhet të harmonizohen politikat e sigurisë dhe politika jashtme të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Koncepti euroatlantik i vlerave demokratike euroatlantike për të cilën ne pretendojmë. Ndoshta zgjerohem pak, por dua të shpjegoj pse ndoshta fqinjet tanë mund të gjejnë hapësirë që të qëndrojnë në pozicionet e tyre, por të japin mundësi ecjes së procesit përpara. Dhe tema e samitit të NATO-s është siguria gjithsesi në terrorizmi dhe si, vendet e rajonit të krijojnë fonde të Bashkimit Evropian dhe anëtarët e NATO-s të krijojnë fonde për siguri më të madhe. Dhe nëse ke një zonë e cila politikisht është jo stabile, ose është sfiduese, normalisht që kjo zonë gjeografikisht është brenda Bashkimit Evropian. Ashtu siç e përmend parës edhe nga zoti Popovski, është zhvendos dhe me vetë atë që ndodhi në Ukrainë, u ndërpren relacionet NATO-Rusi, të cilet ishin një partneritet më së 2 dekadëshe, tani ka një ngrirje të relacioneve. Dhe sipas kësaj, zhvendoset ajo vija e ndarjes lidhje perëndim, gjithsesi bloku euroatlantik dhe politikat që ka Rusia në këtë drejtim, dhe a do t'jetë Ballkani tani vija ku do të këto di koncepte, thanë në aspektin diplomatik, do të ballafaqohen. Dhe interes, tani i konceptit euroatlantik, të vlerave euroatlantike të cilët promovohen për rajonin, pas ajo që do ndodh tani edhe zyrtarisht me Malin e Zi, duhet të ndodh me Maqonin që të reflektoj për tërë rajonin.